uluhia është cilësia e Allahut subhanahu wa ta'ala, që merret nga fjala Allah. Do të thënë emri Allah, do thotë, siç ka thënë Abdullah ibn Abbas, dhul uluhiyya. Kuptimi i emrit Allah është poseduesi i uluhijes. Dhe uluhia do të thonë se ai është i përsosur në të gjitha cilësitë, i shenjtë në secilin aspekt, prandaj vetëm ai meriton të adhurohet dhe askush përveç tij. Do të thonë, pra veçimi i Allahut me adhurim. Çdo adhurim prej krijesave nuk lejohet të drejtohet askujt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, si ka thënë Abdullah ibn Abbas, Allahu dhul uluhiyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Do të thonë, emri Allah do të thotë poseduesi i uluhijes, shenjtërisë dhe ubudijes, do të thonë adhurimit të gjitha krijesave, pra atë posedon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe ka thënë el-mutaazzizi bi'azamati ar-rububiyya. Do thotë ai që është krenar dhe i gjithëpushtetshëm me madhrinë e rububijes. Do të thonë se Allahu është Zoti, pra gjithashtu rububia është cilësia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thonë që Allahu është Zoti i gjithçkaje. Ai ka kriju gjithçka dhe ai furnizon krijesat e tij, ai sundon dhe i kontrollon krijesat e tij. Do të thonë, ndryshe i thuhet veçimi i Allahut në vepra të zotërisë ose vepra të Zotit, pra të gjitha këto janë vetëm të Allahut subhanahu wa ta'ala. Tauhidul uluhiyya do të thonë veçimi i Allahut me veprat e krijesave. Do thotë që të gjitha veprat e krijesave i drejtohen vetëm Allahut. Kurse tauhid ar-rububiyya do të thonë veçimi i Allahut me veprat e tij. Thotë ai është i vetëm në këto vepra që janë të veçanta për Zotin, që janë krijimi, furnizimi, sundimi, dhënia jetës dhe e vdekjes dhe të gjitha kuptimet e rububijes.